Muaji gusht ka hyrë në mesin e tij dhe për vërtetin e Shëngjinit, kjo do të thotë kulmi i sezonit turistik. Flukset e pushuesve vijojnë të larta, ndërsa në të gjithë vijnë mbretare puna për mirëmbajtjen dhe ofrimin e shërbimeve vijojnë çdo ditë. Pastrimi i plazhit kryhet në mënyrë të vazhdueshme teksa këtë vit është vënë re dhe një rritje në numrit të turistëve huaj, ndërsa pushues në Kosovë vijojnë të përbëjnë grupe të madhe të vizitorëve. Administratori i Shëngjinit Brahim Demi e cilëson edhe këtë sezon si të suksesshëm, duke theksuar se pushuesit janë ndarë në zona ndryshme të Begdedit, çka ka ndikuar në rritjen e frekuentimit të tij. Sezoni turistik në Shëngjin po vjen me flukse të larta pushuesit, ndërsa këtë vit vjet edhe një rritje e numrit të turistëve të huaj që kanë zgjedhur Shëngjinin për të kaluar pushime. Në terren vijnë shërbimet për mirëmbajtjen e plazheve dhe aftësive publike, ndërsa për pastrimin e rreth po përdoren edhe makineritë të posaçme teknologjike, duke mundsuar një proces më të shpejtë dhe më efikas. Nga arsyet janë rrethimet konkurruese që kanë ndikuar në rritjen e frekuentimit, duke bërë Shëngjinin një alternativë të preferuar për pushuesit. Këtë sezon kemi shpërndarje të flukseve përgjatë gjithë vijës vërtetare, nga ana hedhur punë vajnës, duke krijuar një sezon më të shpërndarë dhe më dinamik. Vetë pushuesit thonë se zgjedhja e Shëngjinit nuk është e rastishme, pastërtia, hapësirat e konsiderueshme publike dhe çmimet e përshtatshme për kategori të ndryshme janë ndër arsyet që rikthehen çdo vit në këtë Begdet. Pëlqyen se mirë kemi kaluar në hotelin Borë, 4 vjet që vije rregullisht. Vallai ka që 3-4 vite që vim këtu. Shëngjini na ka pëlqyer shumë i mirë, edhe për fëmijë është i mirë. Super. Vallai na e marrim gjithmonë se arsye pse edhe fëmijët kënaqen më shumë edhe është shumë më mirë. Plazhi i Shëngjinit është shumë mirë, unë kam marrë për një orgut, edhe është shumë i pastër. Bregu është shumë i pastër. Ka shumë ndryshim. Se unë vit është 3 vjet këtu. Për plazhin shumë i pastër, shumë i rregullt. Na nuk kena që thëjnë, ati administratori o bam zoti halal, edhe punëtorët punojnë, vinë për ditë, e pastojnë Coca-Cola e gjanat. Edhe këtë sezon veror, Shëngjini po përjeton flukse të larta pushuesish, ndryshe nga vitet e parshme. Këtë sezon janë shënuar dhe përmirësime në menaxhimin e trafikut dhe në ofrimin e shërbimeve, duke krijuar kushte më të mira për vizitorët dhe duke bërë Shëngjinin një nga destinacionet e preferuara për pushimet verore.